Këngëtarja e njohur shkupiane Altuna Sejdi Tuna ka ndarë një nga rrëfimet më prekse të jetës së saj në një intervistë të fundit në emisionin The Dalina Show. Këtë herë, artistja foli me sinqeritet për vështirësitë e mëdha që kaloi gjatë shtatzanisë së saj të dytë, periudhë e cila përkoi me ngjarje dramatike në familjen e saj. Unë me Patrisin u divorcuam në shtatzaninë time të dytë dhe ishte një vendim shumë i vështirë në atë kohë, tha këngëtarja e hitit Bileta, duke shpalosur për herë të parë emocionet dhe peshën që kishte marrë përsipër. Pas ndarjes ajo u kthye në Shkup, qytetin e saj të lindjes, por një kthim që nuk ishte as pak i lehtë. Në një rrëfim që lë pa fjalë, Tuna tregoi se vetëm brenda një jave nëna e saj u diagnostikua me kancer në gjë, ndërsa babai pësoi infarkt. E ndërkohë ajo ishte në pritje të djalit të saj të dytë. Këngëtarja u shpreh se në atë periudhë divorcin e kishte lënë si një çështje dytësore, pasi përballë kishte betejë shumë më të mëdha. Ishte aq shumë për të përballuar sa që thjesht divorcin e lash anash nuk ishte më prioritet, sepse familja ime kishte nevojë për mua dhe unë duhej të tregohesha e fortë.